Pelazgji, 10.000 vjet para Fanos Nanos. Koha e përballjes me Palloshin po afronte. Bajlozi kishte mbledhur gjithë prisit e tij. Do të ishte një betejë epike. Plani ishte gati, por Bajlozi Kënetës kishte një problem tjetër. Dikush nga fisi po përpiqej t'i përçante ushtrinë. Ai ishte Ervin Flokbukuri dhe kishte vendosur mos t'i bindej më urdhrave të Bajlozit. Ervin Flokbukuri ishte luftëtar i paepur, por kishte një fytyrë gjunafqari. Kjo i bënte burrat të mendonin po kur bëre ky. Çuditërisht, femrat mahniteshin nga kjo gjë. Sa herë që shikonin fytyrën e gjunafqarit, ato binin në gjunjë para tij. Kjo gjë i ra në sy dhe njërës prej zanave të mujit, Zana Dumës, e cila sapo e pa u dashurua marrëzisht. Por Zana Duma ishte ambicioze. Një natë, ajo i mbushi mendjen Ervin Flokbukurit se ishte ai pasardhës i Bajlozit dhe se duhet të merrte pushtetin e tij. Flokbukuri u bind dhe filloi të organizonte njerëzit. Por për të arritur tek Bajlozi Kënetës, ai duhet të kalonte atë. Kraun e djathtë të Bajlozit, Lord Mulin, krijesën më të fuqishme në të gjithë barbarinë.